أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Paqja, mëshira dhe mirësitë e Allahut xhalla shanuhu qofshin mbi ju dhe mbar besimtarët e fejes islame. Në vazhden e emisioneve të muajit të shenjtë të Ramazanit, sonte para jush do të përcjellim një porosi prej porosive të pejgamberit alayhi salam, të cilën e përcjell Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, se pejgamberi alayhi salam ka thënë: vërtet Allahu është xheloz dhe xhelozia e Allahut vjen në shprehje kur njeriu i bën ato vepra të cilat i ka ndaluar Allahu xhalla shanuhu. Besimtari i cili kërkon afërsinë e Allahut xhalla shanuhu, shpreson faljen dhe mëshirën e tij, shpreson të arrijë xhennetin. Besimtari në jetën e kësaj bote kërkohet që të jetë siçil në atë që e urdhëron Kur'ani dhe Sunneti. Kultivimi i besimit, reflektimi i devotshmërisë dhe frikërespektit ndaj Allahut xhalla shanuhu janë dëshmi se besimtari vazhdimisht është në mbikëqyrjen e Allahut xhalla shanuhu. Ndërgjegja që është e lidhur ngushtë me besimin në jetën tonë të përditshme duhet të jetë funksionale si në raport me Allahun, ashtu edhe në raport me njerëzit. Hadithin të cilën e përmendëm pak më lart, neve besimtarëve na udhëzon dhe sugjeron që në jetën tonë të jemi në kontroll, apo të kemi vetveten tonë në kontroll, me të vetmën arsye që mos të bim pre e ndikimeve, faktoreve, shkaqeve, veprimeve si dhe praktikave të cilët kanë për qëllim devijimin, shkatrimin, humbjen tonë. Çdo mend se ne besimtarët model më të mirë në jetën e kësaj bote, edhe atë në të gjitha aspektet e jetës, e kemi pejgamberin alayhi salatu wassalam, qoftë shembull në aspektin fetar, kombëtar, edukativ, shoqëror, administrativ, ekonomik, social e kështu me radhë. Veprimet dhe gjërat të cilat i ka ndaluar Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu, si dhe veprimet për të cilët neve na ka sugjeruar pejgamberi alayhi salam që mos t'i kemi pjesë praktike të jetës tonë, fatkeqësisht e themi se në jetën tonë apo në mesin e shoqërisë tonë, shumë prej tyre janë praktike. Veprime të cilat kanë për qëllim, tham pak më lart, degradimin, poshtrimin apo devijimin tonë, siç janë veset e liga, po ashtu edhe fenomenet si dhe dukurit negative. Veset shkatruese kanë për qëllim dëmtimin e marrëdhënieve tona shoqërore, si dhe dëmtimin e personalitetit tonë, siç janë përgojimi, thashethëmet, shpifja, urrëtia, njëllosja e nderit, të folurit pas shpine, tallja, etiketimi e kështu me radhë. Po ashtu, fenomenet e dukurit të cilat janë prezente në mesin tonë, e që kanë për qëllim njëllosjen e njeriut, ndërkohë këto fenomenet e dukurit njeriun e ngarkojnë edhe me përgjegjësi para Allahut xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu, siç janë amoraliteti, zhveshja, pastaj
përdorimi i lëndëve narkotike, lojrat e fatit, vjedhja, korrupsioni, shantazhimi e tjerë. Të gjithë këto veprime vinë në shprehje apo gjërat të cilat i ka ndaluar Allahu xhalla shanuhu vinë në shprehje në praktik në mesin e shoqërisë tonë si rezultat i mos kujdesit sa ajo sa është e dobishme apo e dëmshme. Pastaj mos pasjes frikë respekt sa duhet ndaj Allahut xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu. Pse jo, edhe mos edukimi të mirëfillt, si dhe mos kontrollimi të epsheve dhe pasione. Andaj, hadithin e lartë përmendur, se vërtet Allahu i madhëruar është xheloz, dhe xhelozia e Allahut vjen në shprehje kur njeriu i bën ato vepra që i ka ndaluar Allahu, vlen të kuptohet se ne besimtarët në jetën e kësaj bote duhet të jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm që ne vetvetes tonë t'i japim sinjale, t'i japim udhëzime që neve na e bëjnë të qartë dhe të mundur se si ne vetveten tonë të e kemi nën kontroll që mos të vijë në shprehje hidhërimi, xhelozia apo dënimi ose ndëshkimi i Allahut xhalla xhelaluhu xhalla shan. Sinjali i parë që neve na e bën me dije se jemi në mbikëqyrjen e Allahut xhalla shanu është që ne vazhdimisht të përpiqemi që ne kudo që shkojmë, jetojmë dhe veprojmë, çdo sekond jemi nën përcjelljen dhe mbikëqyrjen e Allahut xhalla shanuhu. Për këtë më së miri ai flet në Kur'anin famëlar në surën El Hadid ku ai thot wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Pra, Allahu është me ju kudo qofshi. Dhe e dita për me i dhënë sinjal vetvetes tonë që ne jemi nën mbikëqyrjen e Allahut, apo me i dhënë sinjal vetvetes tonë që ne të kemi vetveten në kontroll vazhdimisht, duhet t'ia cekim ose t'ia rikujtojmë vetvetes hadithin apo porosinë e pejgamberit alayhi salam, i cili thoshte: frikësohu prej Allahut kudo që të jesh, të keqen përcjelle me një të mirë dhe me njerëzit bëhu i moralshëm. Nga ajo që tham deri më tani, përfundojmë se ne besimtarët duhet të jemi siçel siç e tham në fillim, që vetveten tonë ta e kemi nën kontroll, e për me pas vetveten tonë në kontroll, apo për me ia bë me dije vetvetes, për me i dhënë sinjal që Allahu është mbikëqyrësi jon, atëherë e para duhet të e shtojmë vazhdimisht frikë respektin ndaj Allahut xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu. E dita duhet të kemi apo duhet shprehim inati dhe xhelozinë në vetveten tonë kur ne veprojmë diçka të keqe, sepse ne kur veprojmë diçka të keqe, na vije turp, na vije mbarre, apo na prek ndërgjegja jon, kjo është një sinjal i mirë. E treta, mendjen që na e ka dhënë Allahu të e shfrytëzojmë për punë, mendime, fjalë të mira, edhe e fundit të insistojmë vazhdimisht në atë që është e mirë, e dashur dhe e pranuar tek Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu. Allahu xhalla shanuhu neve na bëf nga ata të cilët në jetën e kësaj bote e dim se çka veprojmë, e dim se çka flasim, e dim se jemi nën mbikëqyrjen e Allahut xhalla shanuhu. E lutim Allahun xhalla shanu që Zoti të jetë i kënaqur me agjerimin ton, punët e tona, veprimet e tona, sjelljet e tona, me shpresë që nesër puna jonë e mirë, sjellja jonë e mirë, agjerimi e gjithçka që ne veprojmë jetën e kësaj bote, qoftë pak apo shumë për hir të Allahut dhul xhelal, të jetë dëshmi dhe argument për falje dhe mëshirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.